Festimet e ditës së Sultan Novruzit, të cilat nisën në datën 22 mars, kanë përfunduar sot më 25. Besimtarët bektashin janë drejtuar vendeve të shenjta për të përkujtuar figurat e atyre njerëzve që kontribuan në historinë bektashiane. Në këtë kuadër, në shtëpinë e të madhit Sheh Yonus Shehu, në lagjen Dunavat në Gjirokastër, është përkujtuar edhe ditëlindja e tij. Sot kemi festën e Sultan Novruzit. E festojmë, ka prur gjithë bukurit, stolit, kanë qelur sythat, kanë qelur pemët, trandafilat, dhe është një ditë e shenjtë, dhe si sot ka lindur babai im dhe ka emri Yunus. Ja festojmë si çdo vit, bashkësi gjithë besimtarëve. Ju uroj me shpirt. Kushdo që vjen, kushdo që po e ka në zemër. Kjo vjen 11 breza. 2 në prezit Gjeko, 8 shëntori kam këtu, unë 11. Pjesë, vjen 700 vjeçare, shumë e vjetër, dhe sekti Alveti është, kjo të që këtu ka shumë vënde, po kjo e ka rojtër babai me shpirt këtë punë, që e ngriti e stolisi, e për një farvëndi, pastaj dhe shumë qik më e curi. Nga ana tjetër, besimtarët pjesëmarrës në këtë ceremoni kanë uruar njëri tjetrin për më shumë paqe e begati në familjet e tyre. Sultan Novruzi, tataj të jeti paharuar, ditëlindjen e tij nuk do të harrojmë asnjëherë, qofshi të gëzuar gjithë populli shqiptar. Gëzuar të gjithëve festën e Sultan Novruzit. Një urim për festën e bëjur për Sultan Novruzit. Është një festë shumë e mirë dhe e bukur. Për gjithë besimtarët, ngado që janë. Ju urojmë gëzuar. Kjo është festa e tatajit tonë të nderuar. Yunus Shehut ka lindur në këtë ditë, ka zbritur emritia në qielli dhe po ndrit gjithë vendin. Neve ta gëzojmë këtë festë, sa të rojmë, ta gëzojmë dhe ta zgjatim këtë brez pas brezi, këtë shonjtor, këtë njeri të nderuar, të respektuar. Sultan Novruzi kremtohet në të gjithë botën nga data 22 deri në 25 mars. Në këto ditë besimtarët i drejtohen vendeve të shenjta duke bërë edhe kurban në emër të Zotit.